Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut pritet të propozojë ministrin e ri të shëndetësisë. Zëvendës kryeministri i parë Zet Mexhiti konfirmoi se po finalizohet lista me anëtarët e rinj të qeverisë, zëvendës ministrat dhe pozicionet e tjera drejtuese. Sa i përket Azir Aliut, mendoi se është zgjidhja më e mirë për atë post, deklaroi Zet Mexhiti. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, është i mendimit se shumica parlamentare mbetet e qëndrueshme dhe nuk pritet të ketë surprizë në votim. Nuk ka dilema nëse kemi shumicë, bëhet fjalë për kalimin e njerëz prej partive politike në opozit, por shihni që disa deputet mbeten pjesë e koalicionit vlen. Mendoj se qeveria dhe shumica parlamentare do të punojnë me kapacitet të plot, tha Afrim Gashi, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Rajoni. Bashkimi Evropian kërkon nga Kosova të marrë masa për të zhbllokuar konstituimin e institucioneve. Shefi i zyrës së Unionit në Prishtinë, Ajavo Oraf, tha se shpreson se Kosova do ta formojë sa më shpejt qeverinë e re, me të cilën bloku evropian mund të punojë për rrugën e vendimit drejt integrimit evropian. Duke folur në konferencën në Prishtinë titulluar Kosova drejt Bashkimit Evropian, rruga drejt një zgjidhje, Oraf tha se Kosova mund të bëjë gjëra të cilat e çojnë vendin drejt Unionit. Now what we very much expect from Kosovo. First, to have a partner. And yes, we have a partner, the president, but we need also executive power. Tani ajo që presim shumë nga Kosova është së pari të kemi një partner. Po, kemi një partnere presidente, por na nevojitet dhe pushteti ekzekutiv, theksoi Oraf në konferencën organizuar nga Lëvizja Fol dhe Instituti i Prishtinës për studime politike. Në lidhje me asociacionin, Oraf theksoi se Bashkimi Evropian e ka gjithmonë të qartë se ai duhet të themelohet. One topic what everybody talks, but it's not so preferred topic raised by the politicians here in Kosovo is the Association of Serb Municipalities. But EU position is clear again, it must be done. It must be done, and better to do it sooner than later to move forward. So that, to conclude, my message is we in the EU are ready to move forward, and we hope very much that Kosovo will do the same. Një temë për të cilën të gjithë flasin, por që nuk është aq e preferuar për të përmendur nga politikanët këtu në Kosovë, është asociacioni i komunave me shumicë serbe. Duhet të bëhet dhe është më mirë të bëhet më herët se sa vonë për të ecur përpara. Mesazhi im është se ne në Bashkimin Evropian jemi të gatshëm të ecim përpara dhe shpresojmë shumë që dhe Kosova do të bëjë të njëjtën gjë, tha ai. Kosova aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian më 15 tetor të vitit 2022, por kërkesa e saj nuk është qyrtuar ende. Dhe si rjedhoi, ajo është vendi vetëm në Ballkan që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jo Rode, kërkon nga Prishtina urgjentisht të formojë institucione dhe se politikanët duhet të vendosin shtetin të parin. Pas dështimit për herë të 22 të konstituimit të kuvendit, Rode në një deklaratë për Kosova Press theksoi se kjo situatë është kthyer në një blokadë që po ndikon negativisht në perceptimin e Kosovës nga jashtë. Rode tha se mungesa e institucioneve funksionale jo vetëm që ndikon në proceset e brendshme të vendimarrjes, por gjithashtu pengon Kosovën të përfitojë nga nisma ndërkombëtare siç është plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioneri Evropian e përgjerimin Marta Kos është e mendimit se Shqipëria ka mundësi reale të antarësohet deri në vitin 2030. Në intervistë për televizionin gjerman ajo foli për procesin e zgjerimit të Unionit dhe se për Komisionin Evropian tani ai përbën përparësi. Nëse gjërat vazhdojnë të shkojnë mirë, ne mund të përfundojmë të gjitha negociatat me Malin e Zi deri në fund të vitit 2026 dhe më pas me Shqipërinë në fund të vitit 2027. Kjo do të thotë se ka mundësi realiste që të dy vendet të bëhen antarë tanë të rinj deri në vitin 2030, deklaroi Marta Kos. Ndër të tjera ajo vlerëson dhe propozimin për heqjen e unanimitetit për vendimarrjen në pranimin në Bashkimin Evropian të vendeve të reja. Në përfundim të zgjedhjeve parlamentare, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë uroi Shqipërinë. Në mesazhin e ambasadës thuhet se SBA pret të vazhdojë partneritetin e ngushtë. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin tonë të ngushtë me Shqipërinë, thuhet në postimin e trupit diplomatik amerikan. Shqipëria mbajti zgjedhjet parlamentare në 11 maj, ku doli fituese Partia Socialiste, e cila fitoi mandatin e 4 qeverisës me 83 mandate deputetësh. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.